I armatimeve dhe tjesë, të kjo është edhe qëndrimi i deputetës angleze, qëndrimi edhe joni, edhe njëmi personalisht, kam përcjellë edhe tek organet e sigurisë Kosovës, manastiri i Boletinit, ku policia e Kosovës ka akses, këfori su në ndërshëm, pa pas një mandat, duket se du të ndërtohet në nivel politik dhe ndërkombëtar, për me hynë dhe me hulumtu. Ata hynë me afru siguri, por jo me batim. Mas ne kthehemi manastirit e qanë të tashme i njohur. Ta kanë prodhu edhe filma ku ilustrojnë, ai filmi nuk është motivue nga ide imagjinare. Aty bëhen gjëra të tmerrshme, ju e dini, Escobaru ka akuzua për koketime me shërbimin serb në manastirin e Deçanit, thjeti aty 2 net, mos harroni se aty shërbehen aktivitete ndryshme, orgjirat ndryshme, apo të fenomenet që tash po duam i përmend nëpër media, pra dhe nga aty iku në Beograd dhe pati penalizim nga Washingtoni, pa marrë se parasysh se ata mbrojnë diplomacinë. Mirë po ti këtë referuemi Banjës, mos të kishte qenë. Gjithmonë e kam dyshimin tek ajo thirrja në qendrën e komunikimit të policisë Kosovës. Një thirrje që sot e kësaj dite mbetet anonime dhe dekonspiroi projektin për ndarje, pra sistemim forca, krijim kanalit hyrës për ushtrinë dhe forca tjera serbe dhe vendosi vizë ndarëse, pastaj ndërhyrja e këforit.